Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Do të nisim ditën e sotme duke komentuar ngjarjet më të fundit. Sonte është nata e Prime-it në Big Brother VIP Kosova. Në fakt pritet të jetë një Prime shumë i zjarrt, një Prime që do të ketë shumë dinamika, një Prime që do të sjellën në pyetje shumë pikpyetje që janë jashtë nga publiku dhe një Prime që banorët do të zbulojnë shumë sekrete. Fillimisht do të flitet për marrëdhënien e cila po tmeron rrjetin, marrëdhënia e Dolces edhe Limit dhe në këtë mes edhe Alba. Për shembull, Benita nuk beson në asnjë mënyrë që marrëdhënia mes Dolces edhe Limit është një marrëdhënie e vërtetë, është një marrëdhënie e sinqertë, është një marrëdhënie që vërtet ka dashuri. Ajo mendon që Alba dhe Limi kanë një marrëveshje nga jashtë për ta ndërtuar të gjithë këtë gjën e madhe dhe për ta sjellur brenda kësaj shtëpie. Pse do të thoni ju? Sepse Alba ishte shumë e sigurt që Limi do të bëhet pjesë e castit të Big Brother VIP Kosova. Dhe kjo gjë ka ngritur pikpyetje te banorët, në qoftë se është bërë një analizë për jashtë, me ndihmën e produksionit të shkrijuar ky çifti, Alba në anën tjetër që të krijohet kjo telenovela e madhe që në fakt po merr jehonën në rrjetet sociale, sepse një Big Brother i suksesshëm është në atë kohë kur po merret jehona e madhe. Dhe kjo gjë në fakt ka ngritur një pikpyetje shumë të madhe te banorët që pikërisht sonte do të zbulohet dhe do të përflitet si gjë, do të thënë do të komentohet si gjë. Më pas do të flasim për marrëdhënien më të re që është krijuar brenda shtëpisë së Big Brotherit, që unë pastaj do ta sjell me detaje. Marrëdhënien e Labinotit, Bijës dhe Kushtrimit, do të thënë Bija, për t'i shpëtuar çunat nga nominimi, ishte mbrëm në gjendje që të bën gjithçka, puthje, përqafime, saqë edhe puthje në buzë ja dha Labinot Haxhiut. Do të thënë është krijuar një luftë e madhe brenda kësaj shtëpie se kush të kapën dashnorin. Alba ka hedh hipoteza për marrëdhënien me Limin, që sonte do të thënë do të hapen të gjitha kartat dhe jam i bindur që sonte produksioni Limin do ta nxjerrë shumë keq dhe do ta ngrit Albën sepse është e preferuara e publikut. Analizat e opinionistëve me patjetër që do të jenë në kuadër të Albës dhe do të ngrisin imazhin e Albës si femër. Ndërsa në anën tjetër, do të thënë Dolce ka thënë që është përzgjedhje e saj. Është natyra e Dolces, kjo që në fakt po bën në përditshmëri dhe në jetën e saj. Sonte kemi shumë surpriza, sonte kemi shumë ngjarje interesante që do të ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Kështu që i presim me zemër hapur.